markat shqiptare që prej 11 vitesh është bërë pjesë e pandashme e festës së birrës në Korçë është dhe Elbar. Për 11 vite, marka ka zgjedhur të jetë pranë këtij eventi, ku mijëra njerëz mbidhen për të shijuar muzikën, atmosferën dhe shoqërinë. Për Elbar, kjo festë është më shumë se një event veror. Është një hapësirë ku marka takohet drejt për drejt me konsumatorët dhe sjell në tavolinat e tyre një produkt shqiptar të prodhuar me fokus te cilësia dhe miqësia. Me një histori 11 vjeçare në treg dhe një prani të vazhdueshme në festën e birrës, Elbar rikthehet dhe këtë vit në Korçë, duke e konsideruar këtë event si një prej momenteve më të rëndësishme për të lidhur me konsumatorët. Ana Xifaj, menaxhere e markës, ka treguar për CNN atë çka Elbar përfaqëson dhe fokusin e kësaj kompanie birre. Për ne është kënaqësi shumë e veçantë që Elbar ka qenë pjesë e festës së birrës, një nga festat më të dashura verore në Shqipëri, që prej fillimeve të Elbar për 11 vitesh më parë kemi qenë gjithmonë prezent, sepse ku më mirë se sa një festë që ka në qendër muzikën, festën, miqësinë, nuk ka se si të mungoj një gotë Elbar, një birrë e cila ka në fokus miqësinë e vërtet dhe një birrë lokale, shqiptare, me ingredient super cilësor. Kështu që ne do jemi gjithmonë pjesë e festës birrës dhe me shumë kënaqësi rikthehemi për të disatin vit. Pas markës qendrore dhe një procesi vazhdueshëm përmirësimi dhe kontrollit të cilësisë, Elbar është vlerësuar ndër vite dhe në kompeticione ndërkombëtare, ndërsa kompania thotë se përzgjedhja e lëndës së parë dhe procesi i prodhimit janë në qendër të punës së saj. Është e vërtet, Elbari është vlerësuar disa herë me çmime ndërkombëtare, një prej tyre prej Mon Selection. Normalisht bëhet një punë shumë e madhe, proceset tona janë gjithmonë në përmirësim të vazhdueshëm, duke filluar që nga seleksionimi i lëndës parë, burimi, uji ngadel, përzierja, kështu që gjithmonë është për ne cilësia, për konsumatorin është në qendër të gjithë punës së madhe që bëhet për Elbar. Në festën e birrës, prania e Elbar është shtrirë në disa pika, me më shumë se 15 stenda të vendosura në hapësirat e festivalit. Një prezencë që sipas drejtuesve të markës është shoqëruar me interes të lartë nga vizitorët. Elbari ka mbi 15 stenda në të gjitha anët e skenografisë festës së birrës. Jemi shumë të kënaqur nga pjesëmarrja e lartë në festë, gjithashtu nga pjesëmarrja e lartë që ka pasur pranë stendave të Elbarit. Për markën, interesi i lartë në festival është një tjetër tregues i lidhjes që Elbar ka krijuar me konsumatorët shqiptar, por kjo prani sipas menaxheres së markës shoqërohet dhe me një përgjegjësi të madhe për të ruajtur standardin e produktit. Elbar është nga birrat më të parapëlqyera në treg, jo vetëm në këtë festë, por edhe në tregun shqiptar, kështu që për ne është një përgjegjësi shumë e madhe që të jemi një nga birrat më të preferuara të shqiptarëve. Është një përgjegjësi dhe një krenari shumë e madhe që ne vim me këtë produkt cilësor dhe kaq të pëlqyeshëm. Dhe pikërisht kjo marrëdhënie me konsumatorin është ajo që marka kërkon të forcojë dhe përmes eventeve të tilla. Festa e birrës shihet si një mundësi për t'u afruar me publikun, për të qenë pjesë e tavolinave të tyre dhe për ta shoqëruar festën me miq. Sigurisht me si po presim, madje do fillojmë të mendojmë për organizimin e viteve të ardhshme, sepse është siç thash përgjegjësi për të qenë sa më pranë konsumatorëve dhe për t'i dhënë atyre kënaqësinë maksimale për të festuar me miqt. Me këtë birrë që t'jetë gjithmonë pjesë e tavolinës së tyre dhe ku më mirë se sa në një festë të tillë. Faleminderit juve. 11 vite në festën e birrës, një prani e shtrirë në më shumë se 15 stenda dhe një histori e ndërtuar rreth prodhimit, vendas dhe cilësisë. Elbar vijon të jetë pjesë e atmosferës së Korçës, duke konsideruar këtë festë jo vetëm një traditë verore, por dhe një mundësi për të qenë më pranë konsumatorëve dhe për të festuar së bashku me ta.